Mjaft zona periferike në qytetin e Shkodrës vuajnë ujin e pishëm, një element jetësor në përditshmërinë e popullatës. Në ditën botërore të ujit, banorët e lagjes Fermentim i kujtojnë institucioneve se gjendja e tyre është kritike, pasi prej 20 vitesh u mungon uji i pishëm në qezmet e shtëpive të tyre. I vetmi shpëtim për ta mbetet një karburant në anë të rrugës. Unë se moj menë, se kam rra me shpi këtu i herë tash një 10-15 vjetë uj shtetit. Në vetë që këna hapë me trume, që këna hapë vetë, që këna investu vetë. Se shtetë asë kurës në këtu e asë matë fjallë. Unë s'di uj se kam uj për i shtetit. Me thonë është uj të shtetit si... E kena tonë me shpim, tonë me shpim. Imagjinoj të shti, shpi e robit e mëse pas uj, e të marrë ujnë të rekun. Faktikisht nuk kena uj asjerë. Deri te policia antë shkoj me marrin për ujë me pi, me bidona mushim. Uj këtu ka të paktën 6-7 vjet që vjen. Këta me dasht, një tash me lëshurë boneta ta bien ujë edhe këtu. Po këtu nuk don. Këtu vetëm ujë me pusa, vetëm me pusa ke ujë, domethënë edhe ujë me erë. Faturat na vijnë muaj për muaj, ujë nuk na vjen as i pik. Me kanë si vjen ujë na detyrohen me paguë faturat. Kur s'ka ujë s'kana pse i paguajmë. Po prej hallit mund të pinë, kanë pi edhe gjithësim, kohë më përpara, po sot s'mund ta pinë. Me në ardhujësia si e paguajmë rregullisht. Të mbushësh ujë me kova është rituali i përditshëm i këtyre familjeve të cilët furnizohen me sasi të mëdha të karburantit përballë rrugës, duke e parë si të vetmen mundësi, ndërsa të tjerë kanë shtëpi me pusesh të mundësuara në mënyrë private. Banorët pranë zonës së quajturisë në Qeraku, në lagjen Fermentim, kërkojnë me dojmos që Bashkia e Shkodër të gjejë mundësinë për t'i furnizuar me ujë të pishëm, pasi janë më shumë se 50 familje që jetojnë në këto kushte.